Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë mi nga unë Dorun Tina, jemi sot në Bollopoj të Podojeves. Fillimi I fshatit, jem të e po një zadrug shitore, market tash na I thojmë. Kur ishëm dvogël të dojt, thëshëm, hajde shkojna në zadrug me ble zvakoqa. Zvakoqa, pa, qfar fjole, qfar emrin e fakt. Hajde po shkojmë po e shofëm fshatin Bollopoj për çka njihet, si jem banorët në këtë fshat. Gjeja e parë në çdo fshat që mua më intereson është se si jem banorët, sa e kanë mikpritjen, sa jem të I rujta detet një si shqiptar. Që të e pas kanë lënë krejt kështu batall, kjo pjesa kënej, ndoshta me siguri nuk janë këtu e kanë lënë fshatin krejt. Po shpresoj që ko me taku banorë me qëtë mi për shkak se nuk po del emisioni I plotësum ashtu kur nuk po takoj banor, po më duhet me fol gjatë gjithë rrugtimit vet, dyrt, si këtë një herë, kështë drasës. Ding, a I ka na I zili mëre. Podojeva, qëfar mund themi për Podojeven? Ja, njerëzit janë shumë të respektum, të kulturum, e besa dhe janë shumë dashtëm, për atë sa më kara me I njoft. Nëse nuk gaboj vetëm në 2 epizode kam qenë në Podojev, por që kemi kalu çdo herë mirë, po shpresojmë që edhe sot e njëjta energji ka me na përcjell, ka lëvizje gjatë gjithë kohës. Duket me qenë këta dhe punëtor, traktorit traka. Me siguri ndoshta tash janë edhe nëpër ara, duke I bë punimet e vjeshtes, tash çka ka mbet në vjesht me bë. E lavrojnë, e përgatitin për pranvere, janë ca procedura. Çdo stin I ka ato procedurat e veta. Hajde veç po e presëm sa të kalon. Po kalojmë në këtë pjesën e fshatit, të shofëm fshatin përse afërme. E kemi kohën shumë të mirë dhe të përshtatshme, ditë vjeshte, po besoj që jeni tu e shiju dhe ju në maksimum këtë ditë, si me thonë pranverë në fakt, për shkak se është nxehtë përveç disa erëra që I kemi, po s'ka problem, edhe këto era po na sillin nxehtësi. E pas kanë urën, veç që jepi një shikim është në gjendje të rregullt. Ura hibrit, pra mos fol për pa lidhje. E pas kanë edhe urën të mbushur për plot me mbeturina. Po njëtë më shumë, po afrohen, po e përshëndetëm. Po shpresoj që ka me na tregu diçka për fshatin, me qenë se është banor I parë që jem të e bo. Përshëndetje! Sa e kanë lënë këtë fshat? Sa e kanë lënë fshatin? Banorët? Ka lënë shumë. Se e kanë lënë? Ty beset. A jenë kushtet e mira këtu me dasht me jetu? O, kushtet janë dhe ku bre po. Cili është problemi? Cili është problemi? Ku qëndrën? Ska pare? Të pare, ja. Ska pare? Ska pare. Ska me bo në me 120 euro. Ska me bo. Me pi kafe? Në ngër buk me kryp. Ku që ka ardhë jeta e vështira? Vështira, da. E banorët në këtë fshat me çka mirën, qa punojnë?
Në bujësi, shumë kanë me jetë. Këtë mjetë janë. Po? Djele. A keni punua ju? Po. As ke mbjell kungu, ja? Sa po e shë? Ku më lesha. Faleminderit. Një banori këtij fshatit, ami porë të ndy. Na i la cat holla me ble nga një pije, e falenderoj për zemërsisht. A e dim për afërsisht sa shtëpi në këtë fshat? 200 e kusur janë. E sa e kanë lënë, sa janë me dry? Thata. Ata? Ashpare tu janë 2 thata. E djeli kanë të dhe zërmani kusë. Raportet që keni me zveti, a njihni me krejt banorët këtë? Po e mija. Ka vështë. Me prind ka ma shumë gati se me katuna. Se dhe prindin kanë posh. Se dëm prindin? A fe që ashtu anë dëgjova keq? Kam rrit tjetër kohëtash. A ma mirë koha e sotme, a dikur? Kohë e përpashme në kohën kem pas dashni, kem pas lezet, kem pas shëhret. Pasuni ma pak kem pas shumë, ma pak për dashni kem pas madhe. Si jeni ndërru? Dërontina, Po, Dërontina, veç ti i jo shikojmë, pa njerë, jo shikojmë. Falemnderit. Si jeni? Mirë, fandet, Familjen? mirë, Qysh po kaloni? Si mbëllëpoj, knaqës A një. jeni mërgjimtora? Po. Po vresh, kështë të qysh ma i qërum. Krejt do rehen shtë, a? Po vrejnë. Qysh po kaloni? Mirë, mirë, fandet. Sa shpesh po vini në Kosovë? Valla, unë 4-5 herë, po. A qa e ki ke djallin? Po. Qa vlau, a penin qa po thot? Na mytin po thot të na orë, të neherë vishën ma rrollë. As nuk i Unë, që thot. Njëherë, një fandete, njëherë vetë veshën tash po vinë 2 herë, 3, hiç pa prit, veç kur të vinë. Veç kur të sveratin. Ja qesin, kur vinë të Shqiponi, ja qesin një foto në Facebook që erdhën. La i mrim kështu, a? Lajmërim kur të vinë. As po ki qef me orë vlau shpesha? Ja ma qysha. Ja ma shpa hajdara se qysha. Apo vjen a i sen kur po vjen? Valla, po më nëmë nga pak. Se si të në ollë Çokolada dorë. t'i këna lonë. Ato po shkrihen. Po, Ja ato me, po shkrihen. ja me qokolada as më Ina së ma rrit ashtë si jena për çokolada. Edhe krejt i kem këtu. Po, po, e di. Na keni mashtru kur na keni Po, mashtru? edhe Gjermanisë këtu janë. Njëjtë. Molli njëjtë, si atje si këtu. Po, bre shumë mirë. Unë jetoj që 27 vite atje, para lufte kam dalë. Edhe s'poku 5 herë dhe 6 herë vinë vetë. Qka ju tërhek përveç familje, se vendit, Thera po që di? janë shtu. Qëto thera? Po. A do me ti Që kjo ngarku? ora junë është, A do me ti ngarku në aeroplan? Kemi shumë në me aeroplan? gjithë se afjo me kërë mo. E me kërë të ishti në gypek. A bon? Amo edhe për thera me molli, se Ju zarje më doli i ri edhe... Dëgjëm, ja për thera na nuk po t'lojna me mall thera. Valla, Kjo smet on di që tashti po t'i prejnë po t'i ngarkujmë. A bon? Jo, s'kam vend për thera mi morë me veti, Po, veç të torshit, mu ma shumë mirë ja qenë jep. të. Është hiç të në mes. Shumë e jep do torshi se për thera s'ka nevojë kënë Gjermani. Po valla, e mujt naj torshi, naj ajvar, naj pestel, naj dyshka. Gjumoje, mi ju thinë, mi juftu një kafe, një sëk, i kem bijat, Ja? nona ka nesër ditë lindjen, po po Ti këshyrëm, boft 100. po këshyrëm sot mja, Po be fasia? bo një befasit vogël se nesër kësë me të nisa për anej, Apo shkojmë bashkë t'ja bojmë be edhe fasi. Ha? ma gjumoje mujna me shku. Okej, tasht, fol. Kena edhe torte që qesëm vetë kështu me porosi. Ja bojna si surprizë, e në të mirë sa ardhëm. Faleminderit, sa njerëz mirini ju më po do Mirë jep. se vini, A di si po ja bëjmë? Si t'u Shkoni shtoja, ju, bane? faleminderit. Shkoni ju, i kryni falin e xumos, se munova kësha atë si haxhi, po zdita. Mandej na ju presëm diko nëse Te kuptojnë. ura në shpijat e tona janë për over ura të, Okej, e keni marrë turtën? tortën e ka qitë Ka kënota, qenë. po, Edhe po t'i shkoj me kamerë. po të shkojnë. Po e bëjmë një shkëputje. E pse ma prishë gjerimin? Jo, sta prisha, po është anë qa. Mirë, ndi. Ajni mirë? Mirë. Ajni lotë, që shpo kaloni? Mirë, rahat. Kalun. Banori fshatit Bollopoj. Bashk. Me disë bëllëpoje. Me disa, Po. si është me qenë banori fshatit Bollopoj? Shumë mirë, knarësi. Fshatit mirë. Gjitha.
diçka që i mungon? Kujgja. Qa? Bash heq. Fshatin heq? E kanë lonë ose kanë lonë? Se e kanë lënë që ta? Shumë e kanë lonë, po edhe janë këthyje. Ja për ty në jam edhe une. Po. Po, Kini qenë? në Sloveni. Për sa vite? 3 e gjysë dy. Pse u ktheve nga Slovenia? Jo, se ma mirë. Këtu ma mirë. Këtu po ta qëtë fitimin më të madh, a? Ma të marë. Jeni konë vetë? Jo, më konë 2 vite vetë edhe në familje. Tani ku morë grunë në fëminë. A për te gruja më këthy? E këna bo një dakord në mezvetje dhe në këthy. Shumë mirë. Si janë kushtet? A ka diçka që nuk shkon në këtë fshat ose që keni dëshirë me ndryshu? Valla, njëherë për njëherë ju. Për shembull e keni shkollën, Po, xhamin, po, qerdhe. po. Keni qerdhe. Gjitha të rejat. Qirën e kemi në Luzhan. është në fshatin Luzhan. Ndoshta nuk është larg, a? 2 kilometra. afërsisht. Rrymen, e keni nivel? Gjitha në rregull. Kanalizimi ujësjellsi? Gjitha nivel. Orini sa ka në këtë fshat? Lot. S'po shoh, a janë në punë? Kërejt janë punë, që edhe vetë, Qa po punën? prej pune. Jem të punu bashkë shpetun. Në bardhunin me konë shok, është të më një mu. A e keni ndonjë biznes t'juve na po Jo, punëtor? jo, kuqë. Desh tash kom punu në për firma, tash vetë. Është vetë ke morra? I sipër, po mënujën vetë me mënu, me Edhe bodi apo shka. ecë mirë? Mirë shumë. Do thotë nuk jeni zhgënjur nga ajo që jeni këthy për Sloveni në Kosovë. Ja heq vallaj, pishman jam. Ato 3 Atë vite? vite që kom nejt atje. Po valla A bash. mendon që kanë me u kthy edhe një pjesë tjetër kudo që janë për shtetet e jashtme? Besoj që s'kam nxon as viti. Kam u plotsu norma që shkon prej fillimit. Po më duket jam të ja ushtiun në qef, të më po çdo fshat, hera nej, her knej edhe veç kanë fillu me... Kena përcjell asgjë shumë. Për një me a? Po me bashkëshortën kena përcjell çdo mision që ke pas. E tash? Edhe tash Tash ma paka? kalova, jam pse kalova, u ktheva versi u poshtë. Për një me a, jo, Po. nuk të kom pasim po më gjerime. Jo po, ma me lepi shumë, edhe ka kanë të gjiru diçka, thash, po më duket tash se ata të Faleminderit misionit shumë janë. për respektin, unë ju përshëndes, ju uroj çdo të mirë. faleminderit edhe juve. Edhe jeni një shembull shumë i mirë për të tjerët që mos me lon vendin. Kur qysh heq, qysh më smelon. Punë ka edhe këtu sa dush, veç aton. Sa dush, Shumë mirë. sa dush. Ja uroj gjitha të mirat, ishte Faleminderit, shumë kënaqësi. dhe juve, Faleminderit, suksese. respekt, faleminderit shumë. E ne me shtemi po e vazhdojmë pjesën e mbetur, hajde po shkojmë po kalojmë në këtë rrugë të shohim se si është gjendja, si polici mbo, të shohim se si është gjendja, të shohim ndërtimet, të shohim a ka diçka mungesë, edhe pse këta më thojnë s'ka mungesë kur gjo, janë ca gjëra që syri jam i kap edhe ja u thëm. Për shembull, trotuar, nuk po shoh këtë pjesë, ngosht po thotondi, po që një trotuar i hull ashtë, po më pëlqen shumë kjo pjesa, infrastruktura këtu po duket në nivel, shtepit janë të bukura, njerëzit në Podojev janë shumë të respektum, shumë njerëz të qeltër, më pëlqejnë shumë edhe. Ha? Oj, zoti shpis! Aj nik sajde, zoti shpis. Këtu ke? Oj, zoti shpis! Wow, mashallah! E pas ka një pjesë bukur të madhe, e stërmbushme me lakra. Onde ja keni shti lakrën të rëshi? Mundësin e ki. Sigurien edhe... Oj, zoti shpis! Gjot. Ore. E pas kem edhe një rrugicë kënej edhe kënej. Hajde po shkojmë një herë këtë pjesën kështu drejtë si që ishëm të vazhdu. A unë të gjuti kosh? Oh, hajde vesh të provoj. A e ka me mu? Me mu. Oj, zoti shpis! Po ka je bre, se nuk po të shë. A do një musafir? Jemi me Kamir fillimisht. A e keni problem? Me orën po do je me pas problem. Si je ndërru? A mujta holota, Jo? Si jeni? mirë. A jeni mirë? gjithë ratë kërë Qish po shnosh. kaloni? Dhe dikun Me mirë. shëndet? Mirë shnosh. Shëqër rahat. zot. Ju, Mirë, familjen vetë krejt, Krejt rahat. gjohëm shëqër. Faleminderit Me shumë. ndirë qofshi. Kemi dalë pak në vizitë sot në fshatin Bullopoj. Zoti ju shërbrije faleminderit. Faleminderit Ah. shumë. Si është jetesa në këtë fshat? Me çka po mirëni, çka po punoni, çka po bëni? Na merëm me bujësi,
lektorika pak, jeta është e mirë në fshat, Shumë mirë, shtëpinë e paske për mashallah, shumë e bukur. po, E keni ndërtu tash s'fundi? jo vallaj, pak unë e pak djali, Se sa vite e keni ndërtu këtë po shtëpi? kjo ndërtu që 20-30 vjetë, po e ka renovu djali tash kohën e funit, Shumë mirë. E tha që mirëni me bujqësi, po, sa po është fitim prurse, sa po ja sheni hajrin. po gjithë na me busi na merë, fitimi nuk është i madh, po diçka del motër. Po. Sa me punu diçka? Por jetes po, Po. Sot kështu më duket bukur shumë i kanë lënë anash këtë punën e bujqësisë. po la ju largu për i bujësisë se shmimet e ulta, argjime ka shumë, Po, sa po dëmë për kushtim? për kushtimi është i madh, vallaj, mundi është i madh. Qa keni të mbjellë me që tash Gjitha i jemi në kem me vjesht? domate, me patate, me tona i kem, me lakër, Paske spes, Sa 2 sera? 3 i kem. 3, sem të i po mirë. Po, 3 sera. Po. Shumë mirë, a i ke paske ende? po alo, kem, po veç në përfundim, jem. Qështu, Mashallah, paske pos bukur shumë. po i kem. Vera ka pos. qenë e mira, po? Vera e mirë, ka qenë për thotë, Po, qa të bëjmë? reshra s'ka pas. Qështu, Tash verat po janë shumë punoj thotë. mune, djali, e reja, edhe shoqja. Po, sa mirë. Do të bashkarisht punoni gjithë këtë. Ta djali edhe reja janë në puna, të shtetit, Që Unë me- ju ndihmojnë po. të shta ko pas kohë. ku pas kohë në ndimoj. Me gjitha këto çka po i shoh, i shesni, i keni, Treg. po në treg i qëtni. Trek. Lavërdia është e vëcër. Mundi është i madh, Në treg të Podojeves dikon, jo, apo? alla, Nuk jo, në Prishtinë. fush Kosovë, Po, shko- trek të madh. Jam të e po dhe një pjesë tjetër pas ke lokra për mashallah. Lakne, por reja tona janë mutër. E, sa mirë, sa Po. mirë. Kjo është punë kështu qetësuese pak më duket. Ka dhe presion ka. Normalisht presion se nuk i dihet kushteve atmosferike. Po, të sot rritën, zhvillohen, tani me shit, edhe aty është një pengesë e madhe. Qështu, Do çka jem të po? Porreja? Po, Qenë- porri, Porri, wow. Mashallah. Kur s'pas na po kështu pjesë kaq të madhe të porrive. jo, la, po në krejt me dori kena mjell, qështu. Tash, a jenë të gatshme këto për me Gashme i hek jam edhe për me i trek, qitë një? gashme jam për trek, gashme. Për sa ko ju duhet me i hek këto? Ashta brenda ditës, arrini? Jo, gjitha jo, pjesë jo. A i nuk një komplet i hekni? Me hek, Komplet. me pastrua, me i lidh, me ish paketimin me bo, me që në treg, qështu. Sa po shkam për shembull një tub? Ose Dim, qysh? 50 cent, 50 cent. po 3 porri. 3 porre 50 Po, cent. do të me lidh me najlona, ka 3 porri. Shumë lirë, valla. E po tash. Shumë lirë. Trongu i s'po shë? Jo, trongu Trongu tash si kena mjell. As trongu. keni mbjell trongu? Jo, s'mujnë gjitha Po. perimet. Jo, pas këtë mbjell, për mashallah. E tash, hajde po shkojmë edhe te loknat, Shkojmë derisa edhe të te shkojmë te loknat, po du me ju pyet për fshatin, a janë, e kemi pak të janë e këni. Po, Si fshat për çka njihet, a ka diçka që mungon këtë fshat? shotin tonë, vallaj, gjitha janë kushtet e punës, po nuk e dëm punën kërkush. Se nuk po e dojmë punën? Rinia se dëm. Se? Levërdi s'ka. Levërdi të punës nuk ka. Po ndëgjohet e zoja shpiz dikon zonin Pipili. Po, po, Atë shkojt e kapin ka mirë pak. pse jo? Po shoh dhe shota sa të bukra i pasës. Sa interesante kjo ngjyrat i pas ka zez me si Laj gjel. janë. Çfarë roci janë? Ve, ty gënë nuk di. Si din? Djali i ka marrë. Sa copa i keni Jo, gjithsej? 5 qopa veç. I ka marrë hobi, i ka marrë. Vetë sa me ja u shëhretu borën. Po. E pula? Pula kem. Sa i keni ajdin? Din 40 qopa, 50 mas shumë. Pas këtë ju bukur punë të madhe këtë në Kem fshat. po punëtur pak. E dimrit, a ju bjen kështë pak me pauzu me Jo, pushu? lajna s'kem ko. Qa boni dimrit? Ka punë tash me shit patatën, laknin, në rang. Derin pronver. Me mjell kep 3 sherat. Ta që kanë kohën me mbjella? Po, Qka Me mbjellën për pastrua. shemull në këtë kohë? qep 3. Tjetër?
Jo, Tra vetëm, ju? jo, la e hudër e ju. Me dashta, bon me mbjellë Bon. këtë ku? Bon, po, Sa të mira, o kapion di fokus. Edhe u burrin e paskit shumë të mirë, edhe në vend shumë të tona mirë. janë, tona janë. A e kishë ndru me qytet? Unë e ju, as djali, as reja se ndroj. Ju, më falë. Kem lopt atje, Sa ljopi keni? 2 lopi, kem vjetë dhe javë këna shit. Qështu? Ruja po mundet me të ndimu? Po, më ka një mu e gjithë rregullishëm. Se për i zonit po dëke, Jo, si mi po. pas 20 vjetë. Po, po, More aja na delën ka mirë, more t'i shka po një. oj, Ruki, Aj, Rukjo! Ruki. Mos Hajde, më hajde, thirrni do po mos thot afrikje. se jam në zonë, Që? po thot jam të ja uqit kafet. Ne, edhe ma mirë. Faleminderit, se ka ditë se kum hynë në barë kjo drejtë në kuzhinë atje me më qitë kafe. Mos ma qitë shumë tembel. Frillovna, Wow, mashallah sa të bukura, on di fokus. patatet. Patatet? Ko diçka që nuk keni. Jo, la gjithë Allahit, na për veti milë. Ska që u zoti bërë qetë në shpet Bereqet, juve. pa punë nuk Sa ka. mirë. Shko pa punë. Me Jo, dashtë në Kosovë, me punu, me jetu, a mundemi? Apo e kemi, apo vetëm si pretekst, po e jo. gjim këto, jes ka punë. unë Kosovë, me po rinia se dëm punë. do shta së do është mundësia pa e letë me qarkullu për shkak se nuk ka konkurencë, se e kanë lënë bujqësin me të madhe. Ma e kanë lonë se po bim prodhime për jashtë. Si patatën, si laknën, si domatën, tona për jashtë të bim. Se aty është një pëngjes e mua. Mendoj me krahasu produktet e jashtit me këto bio. Është e vërtet. E tash në këtë fshat, sa e kanë lënë? Loj shumë i se kanë lonë, rinia po. Rinia kanë lonë. A ka diçka që nuk ka në këtë fshat që e keni mungesë kështu? Jo, gjitha janë, Gjitha. gjitha janë. Rrugët pak infrastruktura nuk ishtë nivel që dhaqë. Kishë Nuk vende është kështu me etap. posita. Pa ka veç pa ka është. Raportet mes Mira banorëve, janë, mira janë. shumë. Probleme s'keni që e Ja, mërësi. ja. Ku ishi të mirë gjithë janë. ta që edhe Ka të shkollum, kem profesora, doktora, ekonomista, inxhiniera, gjitha, edhe punojnë tokën bëshit. Sa mirë. Po. Po gjithë ata njerëzit e arritur dalin nga fshatrat. Jo, Allah për neve jo. Mendoj njerëzit që kanë Gjenerata arritën, jam e ju. Qas? E këta trit, po, gjenerata jam e së dalja. Po mendoj dalin Pe kështu. shatin qytet si ndalë. Po mendoj që fshatrat rrisin njerëz të ngritëm, Është e vërtet, shkollum, është e sakt, taft. është e vërtet. Po. As djent tu nuk e pas kanë lënë fshatin. Ja, Se ka pas njoni po dëshirë? njoni jo. Po, a se ka Qishtu? pas dëshirën Jo, se apo? ka dëshirë. Shumë mirë. Jo, se o knasimi jetu në fshat. E martesat a i bëni me dashtë? Këtë fshat? Po, Se një fiset ndrysh. ja. Fshat, jo s'ka më martesa njoni me tjetë. S'ka? Jo. Ma herë të më thanë po, Jo, Allah nuk ka këtu. s'muni me u martua? Unë ma i pari këmë dosh, më martu me një kujshike, po jo. Shumë ka leju. Se pas kanë dhonë. Jo. Jo. Qka ka këtu në këta thosë? Tu si lash për ljap. A, si loje, e pas i paketu shumë interesant, si me naj maqinë kështu, me naj makineri. Po, Mashallah lufti paske, po, të të mirë. majme. So që e këshyrë, unë e këshyri kjo, bilmetin, shet gjallë, tomën, mosë, gjitha. Qa po më belqen kjo pjesa se paske vendos për miza, mos mi shqetsu Po, luft. se kom problem. Shumë mirë. Po, Unë po ju falenderoj, s'po ju marr ma shumë, ishte shumë Kështu knat. që ju rrit nera. Falenderit që na i hap dy. Keni çdo herë, Respekt, falenderit. që respekt na i edhe për juve. hap. Falenderit. Kafet na erdhen, s'na mbetet gjë tjetër me shtemi, po i shijojmë kafet, na pritnin në pjesën tjetër të fshatit që ndronë me neve. Shtemi koha për surprizën e nonës së mërgjimtar. Të po shkojmë po e shohim nonën edhe të surprizojmë. Ku e ka? Tortja. Happy birthday to you. Sa po i bën nona? Nona i bën 71. Ja, sona i vjen mo.
Ky ma fut me mikrofon edhe më kallëzën kusht në. Dire në port mojt. A doni mësafir? Përshëndetje. Me këtë flokun ma herët kemi bisedu. Urime ditëlindja. I pafsh 100 vite. Qyshje, a i mirë? Shqyqër. Qyshje, mirë. Mirë faleminderit. Jo si jeni? A jeni mirë? Shqyqër. Edhe një herë në shtëpi. Merhaba. Merhaba. Si jeni? A jeni mirë? Ku pulemi? Ullë mi se vene. Mirë si gjë. Mirë faleminderit. Hajde mikrofonin. Qysh jeni? Qysh po kaloni? Shumë mirë. Bijat kë kanë mbledh? I kanë mbledh vlloa? Po, vllovi vogël i kam. Sa mirë. Sa vite po i bën? Jo do muj. Nuset paska. E re. Jo, valla shumë e re po duket. Tash ai po nihet pak se zonën ma atë. Po, Qysh po kaloni, qa po bëni, qa po? alhamdulillah mirë, kreç nash jena numër. Shqyqër. Fjallit ta ka bënë një surprizë për ditëlindje, na ka ftuar edhe neve, edhe me shumë kënaqësi erdhëm. Edhe po e festojmë bashkë. Faleminderit. Qenë se ju e keni ditëlindje nesër. Po nesër. Po, nesër i përrudh. Për ata, patëm qef sot. Shumë mirë. Sot. Sa të haro me qëndru? Për i tonës jem të. Prej të honës. S'ka veç për ditëlindjet tonë. Ashtë u kom plani, po... Sa mirë. Sot jemi ki? Atër gjele 3 qika. A jenë krejt këtu apo i ki edhe në një jashtë? Ai janë jashtë ky. Ky janë këtë. Cili po vjen mas shpeshti? Vallajn çajt atë mas peshtë. Ashtë i vogli kjo, a? A, i modë si... Shumë mirë. Edhe i tyti vjen, po është unë ushtarës, po ku do marrë për Serbi. Një më rëndësi, vjen inshallah vinë mirë, qaja më rëndësi, ku është frikat e prejmë torten, tja... 10 vjeç e gjysë ku unë ushtaraj. Veshu. 16 vjeç e gjysë. E kështu me ta bo një pyetje, që i ke bli nusës për ditëlindje? Una, Po. unë se festoja stemën, jetë gëtusës. Po ju me festu, po kështu për dëshirë, për qef. Për dëshirë ku dalë sheri, bledë, do rrush, do dolla, do diska. Me hongër se këto kurse tjera thje. Ali që mas se ti si ke bli kur gjome, që pak që të diçka një dhërat vogël. I bafsh 100 vite. Bia, mirë jeni? Qysh po kaloni? Si te vllo. Hajde një këtu nga të vllo, se vllo nesër ju shkon. Hajde mëre këtu. Kush është gazetore? Cila është gazetore? To e kena... Për një me gazetore. Juve është... Është tamam kështu, Jo, për laf është... Faleminderit kënaqës. shumë, kem respekt për vllazni, për nipa, nuse, kemi jashtëzakonisht numërne. Shumë faleminderit për ty në na presin jashtëzakonisht. Pa mos mirin. Sa mirë kur familja është kështu e bashkume dhe vazhdoni me i mbajt ato ndejat Se si... të hypin në kërë të po ta thëmë seriozisht, si të hypin në kërë na bërë në Gjermani, ka me dhes telefon me thonë, sonë e më holla vogël. O nesëm erdhëm, më bo gati, në ordhëm. Vina morën jashtëzakonisht faleminderit, e Allah i rujt, lutjet e tëna, inshallah i pranon Allah. Amin, inshallah Zoti i ruaj mërgjimtarët ku do që janë. Na pasuninë e këtyne e trashëgojmë edhe na. Sa dhe këto i kanë linë këtë... Lutum edhe për të huj që janë rrugës të ordë, gjithë, Allah i rujt, me familje, po që në shëndetin mas pari, se jem shumë të knaqën. Po që sthrosum, bob edhe nom. Duket kështu po do je vazhdoni me qenë të bashkume dhe jeni njerëz kështu shumë të Për budoshtë. tia jenë lapjan të natë doshtën, se na jena të martun e 2 mutrat në progavcë. Kunota jeni a? Po edhe mutra dhe kunota. Gjojshët shumë, Edhe... po ju ngatrojnë burrat Ja jena domas. Se po për ngjojshët shumë me zvit. Si lapjan për bia, doshtën nuk ka kërku.
ku në Kosovë. Pak ka fillu me hup ajo dashnia ndaj bijave. Shumë. Ka hup shumë, që nga mëtra. S'na dojnë për mëtrave. Ato i dy janë mutra, aja është modhja kjo e vogla, e mes është në Itali. Përshëndesëm të mesmen që nuk është e pranishme, na u knaqem. Nuk i dojmë as hallat, nuk i dojmë sa ti morëm mutrat, mënohem edhe këto e gjithë. I respektuam i desh, na dojmë fort pa mos. Edhe Për ta njëm na dhe si popull, po pak jemi qërodit. Vllai mos më janë Vana, zonën vana, ka po. vjen, a ditë kur u ordh, unë nuk e kom ditë, se kish dosh mos më thirr më mbo marak. Edhe shoku është në Facebook, thet, tash qysh folum na nërmje vete e mështë. O, shaci! Shacëm thirr, po. Për një me shacia? Po, që krejt e din që ashtu thirrëm. Po që unë se kom ditë, po kështu mendja, mama. Edhe tha Arbeni ka 4, thash ju mërë burri jam sa dhe hone është, në punë do të me Se ti thu ju mërë burri jem, se s'mi thonë edhe ti Tash shaci. tani këja ta shac. Po, edhe tha, s'ka për telefonin e thërën kitë moment. Së më leke a beson zëti më ullë, ka për telefonin e thërën, e kom tja. O bene o pa ku je, ki keshe. Edhe të në ditë ndej orë në Facebook e kom qyrë kerrit sa pe i grau, qëfar muzike pëngan, që e ku është i thash, qatë muzikë mo mos e lëshose, po mërzitan edhe muë. Qashtë kënosh në jashtë zakonisht. E ju apo mundin në herë me shku me i vizitu? Keni shku? Unë ju nuk jem kon 8 vjetë Gjermani me burë, edhe jemi këthyje mas luftën i vjetë, shkoku i punës të burë. Se tani me i bo dhe 3 muaj nuk e pranajsh. Punon në spitali. Edhe tani e kam pranu me njëherë, tash që 5 vjetë të zi. Me shku halo si më konë, se shka si më konë vetë mirë me shëndet, se bolë pasër që ne kom dzirë shkoku të më thonë kë. Tash me kuhën shkon. Shkan Shkon janë zatë derën aty. Ja, pa viza kur jenë konë, Po, gjithë, ju unë kom atëhere thonë, e po kom dzirë pasër. si ka orë kësmeti. Po Se ka nuk thirrur. isha me shëndet mirë, nuk isha qef as këta, as vetën me... Aktër se njëri kur së është mirë, se një vetën mirë më shku me i bo këta amarake... Nuk je sigur, po. Sigurisht për ata. E ja gjojnë arenën kësmet, që kemi shnë shërat, isholla veç këta janë me... Nuse me një pe, me këti kena mirë. Atëhere, vazhdo me këta zëtë shpisë. Faleminderit. Edhe juve, hajde thiken bëna, thiken a pas. Hajde me prej turtën. Inshallah ju shkon jeta kështu e mbëlsik turtja. Inshallah gjithë mënë ashtë që shtë. Hajde, happy birthday to you. Inshallah i bën, hajde me djallin, del ane edhe të kop kamera. Del bashk, shkoni bashk. Hajde. Ka me dore? Qështë? Mere me dore. Që ka be thiken. Edhe qëto? Shumurime për ty, Mirë. shumurime Urime në është. Faleminderit. Inshallah e një Inshallah festoni çdo ditë të mira e i bëfsh 100 vite. Pak ta kisha ngjëros hunën. Që shë kje të obligimin e të në Miqtë e mi, ne po e vazhdojmë festën në këtë familje të mrekullueshme. I përshëndesëm edhe ata familjar që nuk janë tashmë prezent nëpërmjet ekranit. Përshëndetje, hajde krejt kanë keni jashtë. Vlodhin, mutrën, përshëndesëm, unë e shoqen, fëmin, konatën, nipa, mesa. Faleminderit shumë për ftesën. Na keni bë ditën shumë të mirë. Faleminderit shumë për zemërsisht. Faleminderit edhe për juve që jeni ardhur. Është kënaqësia jona me qenë në një familje shqiptare sikurse ju vjen. Ne miqtë e mi po e bëjmë një shkëputje, po e vazhdojmë ahengun ton familjar. E përmbyllëm miqtë e mi me këtë super material në këtë familje të mrekullueshme te Isak Lumnica, edhe një herë urime ditëlindja i bëfsh 100 vjet. Faleminderit shumë për ftesën edhe pritjen e mirë që na keni bënë, ishte shumë kënaqësi. Për ardhin e juve që keni qenë në fshatin Bëllëpojt e familja Isak Lumnica. Faleminderit, shumë respekt për juve. Edhe për juve gjithashtu. Miqtë e mi, faleminderit, miropafshim.